Në letrën e dorëheqjes drejtuar kryeministrit, që e ka publikuar edhe në Facebook, Arben Fetai ka shprehur falënderim për besimin e dhënë që ta kryejë detyrën e zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë, duke shtuar se në rrethanat aktuale tashmë nuk ekzistojnë kushte të domosdoshme që funksionin ta kryejë me efikasitet të nevojshëm dhe për këtë arsye tërhiqet nga detyra. A jam plotësisht i kënaqur me atë që kemi arritur? Sigurisht që jo. Gjithmonë ka hapësirë për më shumë, për më mirë dhe për më shpejt. Por a kam punuar me përkushtimin maksimal për të vendosur themelet të shëndosha mbi të cilat mund të ndërtohen më tej? Pas një më dyshje po, largohem me kokën larë dhe me ndërgjegje të pastër. Ky është një vendim i mirë menduar, i marrë me bindjen se në rrethanat aktuale kjo është gjëja më e drejtë dhe më dinjitoze, thuhet në letrën e dorëheqjes së Arben Fetait. Vlen, përmes një komunikate, ka respektuar mendimin e tij, duke falendëruar Arben Fetain për angazhimin dhe kontributin. Në ushtrimin e kësaj detyre me përgjegjësi, Fetai tregoi seriozitet, profesionalizëm dhe përkushtim ndaj parimeve të qeverisjes së mirë, llogaridhënies dhe përgjegjësisë institucionale, thonë nga Vlen. Zëvendës kryeministri Arben Fetai prej një periudhe më gjatë nuk paraqitej në vendin e punës, ndërsa sipas informacioneve të periudhës së kaluar, aktivitetet e tij të fundit publike në cilësinë e funksionarit datojnë që nga muaji mars. Në prill të këtij viti, kryeministri Christian Mickosi deklaroi se Fetai personalisht i kishte bërë të ditur se në të ardhmen nuk e sheh veten në qeverinë që ai drejton dhe se planifikon të rikthehet në Bruksel, ku më herët ka pasur edhe përvojë profesionale. Kjo erdhi pasi më parë ministri i Shëndetësisë Azir Aliu gjatë një interviste tha se kolegu i tij në qeveri dhe bashkëpartiaku në Vlen gjatë periudhës së fundit nuk ka marrë pjesë në mbledhjet e qeverisë.